Monika Kryemadhi është 9 prilli. Sepse është aleancë me të. 9 prill. 9 prill është një dem. Unë të thoya një gjë që ju duhet të ruani nga të gjithë gjërat me brirë. Dem është në prill? Po, 9 prill. Duhet keni kujdes. Po pra 9 prill është dem. 9 prill apo në 9 prill. Jo, deri në demi është 20 prill me 20 maj është demi. Po tani unë thash 9 prill, nuk përcaktova shenjë. Okej, është një dash, dy dash. Do thoya që duhet të ruani nga shenjat që kanë brirë. Nëse, ku di unë, një shenjë që s'ka brirë mund të ta bëj një të keqe më vonë, një gjë me brirë ta bën në moment. Dashe. Një impulsiv. Po këta janë të dy desh bashk. Jo, Dashi dhe Binjakët, se Lulzimi me Monikën kanë bërë kështu. Jo, këta janë perfekt, për aleancën janë shumë mirë. Janë shëndetës me njëri tjetrin. Janë shumë mirë, shkojnë shumë mirë si aleat. Kush është më i sinqerti nga këta të dy? Dashi. Dashi është më i sinqert? Monika më i sinqert? Po. Pavarësisht se është vërtet është. Por Dashi nga që nuk mban shumë gjëra, siç thash, nuk i mban shumë për brenda, edhe i thot të gjitha. Mbajeni me këto që ju them. Nesër do vit ballafaqohem me ju si kryeminist për këto që ju them. Patjetër, ballafaqohem.